Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një vizitë në Institutin e të Miturve në Kavaj, me rastin e festimit të Ditës së Verës, ku zhvilluan aktivitete kulturore dhe edukative me pjesëmarrjen e të rinjve të institucionit. Gjatë vizitës, ministri u njoh nga afër me aktivitetet që zhvillohen në institut dhe theksoi rëndësinë e programeve të rihabilitimit, arsimit dhe formimit profesional për të rinjt që ndodhen në konflikt me ligjin. Në fjalën e tij, ai nënvizoi se drejtësia për të miturit duhet të shkojë përtej ndëshkimit dhe të krijojë mundësi reale për rikthimin e tyre në shoqëri. Juve sot jeni sebebi që na keni mbledhur të gjithë së bashku, pavarësisht besimit që ne mbajmë, pavarësisht detyrave që ne mbajmë. Edhe sot jemi një familje e madhe. Ky vend nuk është vend ku vuhet dënimi dhe nuk do jetë kurrë. Ky vend është vendi ku jetët fillojnë nga e para, ku shanset janë jepen përsëri dhe përsëri. Dhe ndaj janë shumë të rëndësishme programe të tilla, programe ku ne mësojmë një profesion të ri, sepse duhet me vazhdu jetën. Na duhen vegla në çantën tonë të jetës. Jam i bindur që juve e keni marrë vesh që këto ditë madje, një i ri si ju, që dikur në një gabim të caktuar në jetën e tij, i mohuan të drejtën e profesionit. Dhe ai nuk pushoi së kërkuar ligjin. E shkoi deri në Gjykatën Evropiane e Drejtave të Njerëzit dhe sot e ka fituar atë. Unë dua t'ju uroj festa. Dhe dua t'ju them që nga sot, edhe derisa ti jem unë në këtë vend, bëjmë të pamundurën që të gjithë neve, duke filluar nga edukatorët tuaj, nga oficerët, nga të jemi familja juaj më e madhe, së bashku me familjen tuaj biologjike natyrale. Ministri theksoi se sistemi i drejtësisë për të miturit duhet të fokusohet gjithnjë më shumë në arsim, aftësi profesionale dhe programe rihabilitimi që ndihmojnë të rinjt të ndërtojnë një të ardhme më të mirë.